Mirë, ne rikthehemi sërish në studion në transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vem të mbetemi post së bashku në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi tek një tjetër front lufte. Do të flasim për luftën dhe sulmet e një pasnjëshme Izrael-Iran. Kush e shkaktoi këtë luftë dhe këtë front të ri në botë? Çfarë kërkojnë të dyja palët nga njëra tjetra? Cili është roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjithë këtë betejë të zhvilluar ndërmjet Izraelit dhe Iranit? Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me diplomatin Spartak Topollaj. Zoti Topollaj, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Zoti Topollaj, dua të marrë pak këndvështrimin, opinionin tuaj rreth zanafillës dhe nisjes së kësaj betejë. Po bëjmë gati 6 ditë luftime Izrael-Iran. Pse nisi në këto momente një betejë e tillë? Çfarë e shkaktoi? Për të qenë më i saktë, kjo betejë nisi disa muaj më parë kur i ndjeri fuqishëm Teherani i liderit suprem Ali Khamenei, nisi nga Irani drejt Izraelit rreth 300 dronë, por kupola mbrojtëse, rrjeta antiraketore dhe antisatelitore izraelite pothuajse i zgjesoi të gjitha me ndonjë përjashtim shumë të vogël dhe ato nuk shkaktuan asnjë dëm. Ishte një provokim i rënd i Teheranit, ishte një delir i madhështisë dhe i protagonizmit të mullahëve dhe ajatollahëve dhe si përfundim ata dështuan. Tani, me kalimin e javëve, mos themi muajve, kur lufta në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit ka marrë këto përmasa që dihen, dhe kur duke përfituar nga një lloj pakënaqësie patjetër që ka shkaktuar edhe disproporcionaliteti i forcës ushtarake dhe i luftës kundër Hamasit, ku numri i viktimave civile ka kaluar të rreth 55.000, edhe pse provokoi rënd Hamasi këtë luftë, e dim, në tetor të 2023-shit, ata rrëmbyen mbasi vranë mbi 1250 të rinj dhe të reja, rrëmbyen dhe 250 pengje, duke e ndjerë veten të fortë dhe të pa trembur në kuptimin ushtarak ndaj Izraelit. Dhe kuptohet që Izraeli ju përgjigj ashpër, erdhi duke e thelluar rezistencën dhe qëndresën ndaj grupeve terroriste të Hamasit, e nisi me vrasjen e shumicës së liderëve që e ka nisur qysh në kohën kur Mossadi vrau Sheikun Mohammed Ahmed Yasin, por dhe të tjerë, dhe mbylli me Ismail Haniyeun që e vrau pikërisht në Teheran, mbasi i kishte vrarë dhe 4 djem. Por tash po ta shohësh Gazën nga kur zoti Topollaj. Urdhë? Kjo luftë është e provokuar nga kush? Po për të provokuar e provokoi Hamasi që sulmoi festivalin e rinis në Izrael, vrau 1250 djem dhe vajza dhe rrëmbeu 250 tjerë. Izraeli ju kundërpërgjigj ashpër, tashmë mund të themi me plot gojë është përgjigjur dhe në mënyrë disproporcionale, janë vrarë 55.000, janë plagosur 100.000, ndërmjet të tjerëve janë vrarë fëmijë, gra dhe vajza, një pjesë e mirë e tyre, dhe Gazën po ta shikojmë nga lart apo nga poshtë, të krijon përshtypjen se po shikon Hiroshimen ose Nagasakin mbas bombës atomike të gushtit 45 lëshuar nga amerikanët në Japoni. Kjo është e vërteta. Çfarë i shkakton globit një front i ri lufta ashtu siç është ky ndërmjet Izraelit dhe Iranit, zoti Topollaj? Se kemi të paktën disa fronte për momentin. Njerëzve me mend në kokë
njerëzve me humanizëm dhe paqësor, lufta sido që tjetë ju shkakton një trishtim të madh. Humbjen jetë njerëzish që nuk kthehen më. Në mënyrë të veçantë humbin jetën fëmijë, gra dhe vajza. Se po flasim thjesht për ushtar me ushtar që po luftojnë përballë njëri tjetrit. Po flasim për të papajshëm që vriten dhe vdesin nga bombardimet, por edhe vdesin nga uria, sepse Izraeli në këtë rast ka bllokuar për një kohë të gjatë dhe më shumë se disa herë furnizimet me ushqime dhe me ilaçe, si edhe me ujë të pishëm që është një problem në këtë vakt të madhe, dhe kjo detyrimisht shkakton dhe shton numrin e viktimave. Por nuk duhet harrojmë që këmbgulja e Hamasit për mos t'i dorëzuar të gjitha pendjet, se një pjesë janë dorëzuar, një pjesë janë vrarë, kjo këmbgulje ka çuar që dhe Izraeli me këmbgulje ta vazhdojë luftën. Dhe jo më larg se sot janë vrarë disa thonë 90, por më saktë 50 palestinezë. Tanket izraelite sot kanë qelluar ashpër përsëri në Gaza. Janë zbuluar me 10 tunele, që është e habitshme se si shërbimi inteligjent izraelit jashtëzakonisht i nivelit të lartë nuk i ka ditur dhe nuk i ka zbuluar më përpara, sepse ato që të ndërtohen do kërkojnë një volum të madh pune, një sasi të madhe hekuri dhe betoni etj. E gjithë Gaza është në tokë më shumë se sa mbi tokë, sepse mbi tokë tashmë edhe u shkatërrua. Por në tokë ama tunelet janë dhe Hamasi ka një rrjet të organizuar mirë të komunikimit me tunelet dhe për luftën me tunelet. Eksperiencë e vjetër edhe vietnameze kjo, që në kohën e luftës së Vietnamit me amerikanët. Por tashmë është akoma më e zhvilluar e sofistikuar, sepse këta kanë përdorur beton armen pra, betonin me hekur, dhe kështu që është shumë e vështirë që nën tokë të mbrish pa pësuar humbje të rënda. A mendon se ky konflikt do të mbetet një konflikt ndërmjet dy shteteve, apo do të marrë për masa edhe më të mëdha në vijim në qoftë se nuk arrihet një parandalim dhe një përshkallëzim i mëtejshëm i këtij konflikti, zoti Topallaj? Besoj ke fjalën për konfliktin Iran-Izrael apo për konfliktin Hamas-Izrael dhe Hezbollah-Izrael? Po. Ashtu si konflikti tjetër i mëparshëm, pra Hamas-Izrael dhe Hezbollah-Izrael, ku liderët e tyre siç thash u vranë, përfshi dhe ato të Hezbollahut, Masud Hasan Nasrallahu, liderin e Hezbollahut libanez, i përkrahur si dhe Hamasi fuqimisht nga Irani me armë dhe logjistik, deri tek armët më të sofistikuar dhe logjistikën më të zhvilluar të kohës. Ashtu është tani në këtë moment për 6 ditësh dhe lufta që po zhvillohet mes Iranit dhe Izraelit. Kjo luftë zyrtarisht pranohet deri në këtë moment që ka një numër të madh viktimash, 224 nga Irani dhe rreth 24 nga Izraeli, por mendohet që Izraeli, që goditi në fillim, goditi shtatmadhërinë e ushtrisë të gardës revolucionare pasdaran, të shërbimeve sekrete, civile dhe ushtarake, deri dhe radio televizionin kombëtar të Iranit, një mjet i fuqishëm i propagandës shiite të mullave dhe ajatollave kundër Izraelit dhe kundër Amerikës dhe Europës demokratike. Dhe kështu që Izraeli arriti të vrasi mbi 20 komandant, kryesorë të ushtrisë dhe rreth 9 nga shkencëtarët më të mëdhenj të prodhimit të uraniumit të pasuruar dhe të përgatitjes për prodhimin edhe të bombës atomike. Përfshirë dhe kryeshkencëtarin e tyre, që është drejtor i energjisë atomike për Iranin, Fakhruddin Rashid. Në të tilla situata, kur Irani po pëson goditin dha, ajo që ishte pak e papritur ishte se dhe u kundër përgjigj. Gjë që tregon se ai ndër vite
ka qenë i ndërgjegjshëm që do ta zhvillonte këtë luftë, do ta përballonte deri diku Izraelin dhe ndoshta edhe mund të kundërshënonte siç po bën këto ditë shpeshherë edhe me sulme raketore. Por izraelitët natyrisht, siç thuhet, pa dijenin e amerikanëve, por pa ndihmën e amerikanëve, por me dijenin e tyre dhe të Europës, janë të gatshëm të përdorin armë më të fuqishme. Konkretisht, jo më larg se para pak orësh, presidenti Trump deklaroi se ne, duhet ta dinë mirë dhe Irani, posedojmë një nga bombët më të fuqishme konvencionale në botë, e cila ka 13 ton eksploziv të sofistikuar, i aq i fuqishëm sa të depërtoj nga 61 deri 90 metra thellësi hekur dhe beton. Se mendon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht Donald Trump ka vendosur që të tregojë dhëmbët dhe fuqinë e saj ushtarake dhe jo vetëm me këtë konflikt, zoti Topolaj. Se ne kemi konfliktin Rusi-Ukrainë, Trump nuk ka qenë asnjëherë ashpër me Putinin apo me Zelenskin. Nuk ka qenë asnjëherë ashpër për atë se çfarë është duke ndodhur në Gaza. Pse pikërisht në këto momente Trump i tregon Iranit fuqinë ushtarake dhe thotë që nëse ju do të vazhdoni, do të shihni më pas fuqinë e vërtet ushtarake në botë. Dhe ka patur edhe një kundërshtim nga ana e Khameneit, i cili ka thënë se tashmë betejë ka filluar dhe se nuk do të ketë as pak mëshirë në vijim. Arsyet janë dy kryesore. E para, Irani ishte në pragun e prodhimit të bombës atomike, sepse me sasinë e uraniumit që ai ka pasuruar në vite, mund të prodhojë deri 9 bomba atomike. E para. E dyta, Irani po konfrontohet tashmë me Izraelin, të cilin siç thamë çfarë provokoi javë më parë me ato 300 dronët që dërgoi. Por Izraeli, mos harro, është aleati më i madh i Shteteve të Bashkuara në rajon. Lidhjet me Izraelin tashmë janë historike. Shumë nga bankat amerikane drejtohen nga hebrej, që ka një fuqi jashtëzakonisht të madhe financiare dhe ekonomike, që llogaritet në triliona, jo në miliarda, por në triliona dollar, dhe duke qenë se ata përbëjnë këtë rrezik të madh për rajonin ndoshta më të pasur në botë, edhe me naftë edhe me gaz, pra me karburante, detyrimisht Amerika dhe presidenti aktual Trump nuk do të rrinin indiferent. Prandaj ai ka bërë të gjitha tentativat, i ka bërë paralajmërimet, ka pranuar deri dhe ndërmjetësimin e Putinit, i cili nuk është as pak i besueshëm sepse është i njëanshëm. Ai, siç është Amerika pro-Izrael, është Rusia pro-Teheran, pro-Iran. Dhe vështirë të jetë ndërmjetës i paanshëm dhe negociator korrekt. Por Trumpi e ka pranuar që të jetë ai negociator, por ama me kushtin e parë të domosdoshëm të ndalen luftimet, të ndalen bombardimet. Tani ne shikojmë që mira iranian po largohen nga kryeqyteti. Radha e autoveturave, autokolonat pafund, ditën dhe natën në këto ditë që po ikin nga Irani, nga Teherani në radhë parë, tregojnë që punët nuk i ka mirë shteti ose Republika Islamike, si quhet, e Iranit. Shteti dhe pushteti i mullahëve dhe ajatollahëve. Se 3 vende në botë janë Republika Islamike. Teherani, Irani, Pakistani dhe Mauritania. Por në këtë mes më kujtua, patjetër, dhe do ta them që Pakistani në fillim të këtyre ditëve paralajmëroi që do të ndihmoj Iranin dhe po që se është nevoja do të japi dhe bombën atomike nëse ai se pas ka prodhuar. Kjo mendoj unë është e papranueshme dhe fakti që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhet komandanti i ushtrisë pakistaneze, generali Munir,
tregon që ata kanë bërë një tërheqje nga kjo deklaratë e pamenduar dhe me rrezik të madh për rajonin e ndoshta edhe për botën. Nga ana tjetër më duhet të them që vetë lideri suprem, Ayatollah Ali Khamenei, është larguar tashmë nga Teherani me djalin e madh dhe gjithë familjen e tij, me nipër e me mbesa, dhe në një vend në afërsi të kufive që për çdo eventualitet jetë i gatshëm të dërgohet nga Irani, ku i është premtuar shtrëhim politik me garanci nga Putini. Nga ana tjetër, ne na intereson dhe një fakt. Një nga aleatët çuditërisht, një nga aleatët ose jo çuditërisht, e Iranit dhe Ayatollahëve është regjimi autokratik i Beogradit. Presidenti Vučić është një nga ata që gjithmonë ka anuar në favor të Iranit. Ndoshta i diktuar nga Moska, ndoshta i diktuar nga vetë Putini, por është fakt që Rusia e Putinit dhe Serbia e Vučićit janë dy aleatë të fuqishëm në Europë të regjimit të Ayatollahëve, të regjimit të mullahëve, të regjimit teokratiko-autokratik të Ali Khamenei. Edhe presidenti iranian, Masud Pezeshkian, që në fakt nuk ka ndonjë pushtet madh, sepse kryepushtetin dhe të gjithë presidiumet atje i sundon vetë Ayatollahu Ali Khamenei, që vërtetohet dhe nga ekzekutimet e shumta të këtyre ditëve, se duhet ta dish i nderuar Albi që Kina, Arabia Saudite dhe Irani përbëjnë treshen ose trojkën e shteteve që ekzekutojnë numrin më të madh të njerëzve për dënime nga më të ndryshme. Në këto momente ka shpërthyer një valë dënimesh dhe ekzekutimesh me gjyqje me procedurë të përshpejtuar për njerëz të cilët sadopak mund të dyshohen se kanë bashkëpunuar me Mossadin izraelit. Sepse fakti që Mossadi dinte me saktësi rezidencat e generalëve, dinte me saktësi qendrat dhe bazat atomike ku përpunoi dhe pasurohej uranium, dinte me saktësi edhe institucionet kryesore ku ndodhen, përfshi tash dikastere, Ministrinë e Mbrojtjes, radio, televizionin kombëtar e tjerë, patjetër që ata kanë menduar se dikush nga bashkëpunëtorët iranianë kanë ndihmuar. Sa kjo është e vërtetë dhe si është e vërteta, do ta mësojmë shumë shpejt. Por një gjë është e vërtetë dhe dihet, ata po ekzekutojnë me shpejtësi njerëz qoftë për dyshimin më të vogël. Kjo është situata në këto momente. Çfarë parashikon për në vijim, zoti Topollaj? Do të kemi një vijshmëri të këtij konflikti ndërmjet Izraelit dhe Iranit me raketa dhe sulme të ndryshme pothuajse çdo natë dhe çdo ditë, apo do të kemi një stopim, kjo për shkak mbase edhe të rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo qoftë edhe faktorit tjetër ndërkombëtar? Tani ne I pam zhvillimet në Kananakis të Kanadas, ku është mbledhur G7. Trumpi, siç ti e di, që do rrinte 2 ditë, dje dhe sot, u largua po dje. Dhe e tha arsyen pse po largohen, për shkak të kësaj situate. Fakti që aeroplan mbajtëse gjigante atomike Nimitz, ajo ka 120 avion brenda. Fakti që shumë anije të tjera lufte dhe një numër I madh avionësh po lëvizin nga bazat amerikane drejt bazave shumë afër me Iranin, tregon që dhe me Izraelin, tregon që Amerika është në prag të një ndërhyrje të fuqishme. A do t'i frenoj kjo paranojakët mullah Ayatollah të Iranit, ta shikojmë. Për popullit tyre, ata po I bëjnë një dëm shumë të madh, sepse edhe opozita iraniane është kundër mujahedinët e të tjerë. Dhe ai nuk e ka situatën të qenë në brenda. Është e njëjta gjë si Hamasi, që me çmendurinë e vet, liderët terroristë të tij, tani ka mbetur vetëm Khaled Meshal, I cili nuk po bëhet I gjallë dhe nuk dihet ku është, se s'po flasim për presidentin Abu Mazen dhe I njohur ndryshe edhe si Mahmoud Abbas të Al-Fatahut dhe të Palestinës, të cilët në gjithë të kohë të konfliktit nuk
janë përmendur qoftë një herë të vetme, edhe kjo është e çuditshme, se palestinezë janë Hamasi, palestinezë janë Fatahu. Në një shtet janë, por kryesisht Hamasi sundon në territorin e Gazës, ku i fitoi dhe zgjedhjet dhe formoi dhe qeverinë e rajonit. Por ama që të mos flasi Fatahu, mos flasi presidenti Abu Mazen, pra Mahmud Abbas dhe të tjerët, liderët e Al-Fatahut të Palestinës, kjo është e çuditshme. Shqipëria, ali duhet ta themi këtë se ndoshta na ka shpëtuar në një herë, e ka njohur Palestinën zyrtarisht në 88-ën, kur në pushtet ishte Ramiz Alia. Marrëdhënie shumë të mira Palestina me Shqipërinë pati edhe në kohën e Enver Hoxhës, diktatorit stalinist. Ai mbajti me qindra luftëtar palestinez, i armatosi, i serviti, i armatosi, dhe me qindra student palestinez me shpenzimet e shtetit tonë të varfër, me trajtim special për t'i përgatitur për akte terroriste, për revolucion, si thoshte ai, etj. Në atë kohë mbriti në Shqipëri, sa ishte i gjallë Enver Hoxha, bile në ishullin e Sazanit, erdhi dhe e priti në vilën rezidencën e tij qeveritare në Vlorë, numrin 2 të Al-Fatahut. Halil Al-Waziri, i njohur me pseudonimin Abu Jihad, i cili më pas, mbasi iku nga Shqipëria, u vran në Tunis nga Mosadi izraelit, siç u vran dhe një pjesë e madhe e liderëve të Al-Fatahut dhe të Palestinës. Por ama Palestinën ne kemi mbrojtur, edhe popullin palestinez, dhe në Shqipëri, mbasi kishte nënshkruar dhe marrëveshjen e paqes me Izraelin, erdhi dhe presidenti Yasser Arafat me ftesë të presidentit Berisha. Pra edhe kjo nuk është pak dhe duhet vlerësuar. Mirë po, në mënyrën më të çuditshme, bile pa e mbush gojën plot, në mënyrën më të poshtër, Palestina nuk njeh Kosovën. Me gjithë ndihmën e madhe, morale, politike, ekonomike, ushtarake, financiare të shtetit varfër shqiptar, çuditërisht ai vetë lufton për liri, kështu thot, nga Izraeli dhe nuk e pranon luftën e drejtë që bëri populli shqiptar në Kosovë kundër diktatorit stalinist Slobodan Milošević. Dhe vazhdon të mos e njohë Kosovën. Kjo është e parë. E dyta, të njëjtën gjë bën dhe Teherani i Ayatollahëve. Megjithëse Enver Hoxha u investua shumë me propagandë e përkrahte Ayatollah Khomeinin, ky ishte një paradoks, do ta them. Nga ana tjetër, klerikët shqiptar i ekzekutoi dhe i burgosi dhe ndaloi fen, ndërsa kthej më thanë përkrahu shumë Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kjo ishte papranueshme, ishte paradoksale dhe ishte një super hipokrizi Enver Hoxhës dhe regjimit të tij diktatorial stalinist. Mirë po, Irani, me gjithë të përkrahjet të asaj kohe, edhe më vonë Shqipëria ka mbajtur qendrim korrekt, vazhdonte të mos njihte Kosovën dhe vazhdonte ta nënvlerësonte Shqipërinë. Ai natyrisht mori zemër në kuptimin e keq të kësaj fjale dhe u armiqsua akoma më tepër kur mësoi që ne strehuam mujahedinët iranianë, një pjesë të tyre, të cilëve u rrezikohej jeta me pakta burgjet me shumëta ekzekutimi në Iran. Dhe kuptohet që këte e përdorin ata si alibi, nga që ne vendosëm dhe të ndërpresim marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe ta përzëm dhe ambasadorin e tyre duke e mbyllur ambasadën iraniane në Tiranë. Kjo është situata, kjo është e vërteta, por unë mendoj që nuk do të jetë shumë e afërt. Edhe e largët jo, por dhe shumë e afërt jo paqja. Të shikojmë ç'do vendosi presidenti Trump, dhe aty do ta kuptojmë se po hyri Amerika e madhe dhe e fuqishme, e vetme superfuqi e vërtet në botë, në këtë luftë pastaj dihet rezultati. Unë do thosh edhe diçka që po Teherani pretendon që ka rrëzuar të vetmin avion deri më sot nga gjithë gjuajtës bombarduesit iranian, pa izraelit, të prodhimit natyrisht amerikan, që shumica e tyre janë F-35, avioni më i fuqishëm dhe më i sofistikuar, por ai avion që këta pretendojnë se është rrëzuar sot është një Tornado. Tornadot janë gjithashtu avion shumë të mirë, por një avion edhe mund të rrëzohet sepse ata
janë gati të përdorin dhe raketa të gjata me rreze, raketa me rreze të gjatë veprime dhe të fuqishme, raketa balistike, supersonike, që shkojnë deri 1500 km larg. Të shikojmë si të zhvillojnë ngjarjet. Unë do doja, nga që dhe ju më kishit informuar që do kishit në studio edhe Olsi Yazigjiu, dhe isha përgatitur për debat më shumë, se sa për këto që i kam thënë ndoshta edhe në televizione tjera dhe nuk është se do habisim botën me analizën dhe opinionet tona, por një arsye tim të mbështetur në fakte dhe në argumenta, besoj se nuk e bën dëm askujt. Mirë, absolutisht, ne do të kemi të tjera hapësira së bashku për të diskutuar, pse jo edhe për të debatuar dhe për të përplasur mendimet. Gjithsesi, shpresojmë që... Albi, unë e respektoj mendimin e kujdo, që do qoftë ai. Unë nuk respektoj njeriu, po mendimin e respektoj. Sepse si kam të drejtë, unë kam të drejtë. Vetëm pak e çuditshme më duket, po e bëj si parathënie dhe si paralajmërim, që të mbrosh këtë regjim, të mbrosh Iranin, aleatin e Moskës dhe Beogradit, shtetin që nuk njeh Kosovën me këmbgulje dhe shtetin që provokon gjithë botën dhe me ekstremizmin fundamentalist islamik të shiitëve. Unë nuk e di se si mund të argumentoj, po se cili e di vetë dhe kaq më takon të them. Mirë, mbi të gjitha ne shpresojmë që ky konflikt të marrë fund sa më shpejt. Jo vetëm ky, por çdo front lufte. Jo shpresojmë, po e urojmë më saktë. E urojmë që të mbarojë se ikin jetë njerëzish, ikin fëmijë të papafajshëm, gra dhe vajza të papafajshme. Faleminderit shumë që ishe sot në Faleminderit, Albi, edhe me bindjen që do kemi rast të plotësojmë dhe diçka tjetër që ndoshta nga një emision në tjetrin edhe na mungon. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.